Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në fakt do të qëndrojnë ditën e sotme në Tiranë për një vizitë zyrtare në kuadër të forumit të parë të investimeve të Bashkimit Evropian Ballkan Perëndimor që do të zhvillohen nga data 13, pra nga dita e sotme, deri nesër datë 14/25/2025. Shefja e Komisionit Evropian do të ketë fillimisht një takim me presidentin Bayram Begaj në presidencë dhe më pas në orën 9:50 do të pritet në ceremoni zyrtare nga kryeministri Edi Rama. Në orën 10 do të zhvillohet një takim kok më kok mes kryeministrit Rama dhe presidentes von der Leyen, i cili në fakt do të pasohet nga një takim bilateral mes dy delegacioneve. Në orën 11:15 kryeministri Edi Rama dhe presidentja e Komisionit Evropian do të zhvillojë konferencën e përbashkët për shtyp në kryeministri. Presidentja e Komisionit Evropian dhe kryeministri do të bashkohen në mesditë forumit të parë të investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe po ashtu të Bashkimit Evropian, ku do të mbajnë fjalën e hapjes. Forumi sjell së bashku përfaqësues të lartë të qeverisë nga Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, si dhe veprimtarisë institucionale financiare ndërkombëtare, investitor strategjik dhe kompani lidere të Bashkimit Evropian dhe më gjërë.